Nisma të veçanta nga subjektet politike opozitare, secila në mënyrën e saj për të kundërshtuar marrëveshjet e fundit të bëra mes Prishtinës dhe Beogradit, nuk do të thotë se mungon koordinimi mes tyre, por është një fazë e cila kërkon të vëdijsojë opinionin për gjendjen e rëndë në të cilën ndodhet Kosova, shprehet kreu i AOK-s Ramush Haradinaj. Kemi përhap në gjithë vendin poroshirat demarkacionit, aleanca trive, kolegë tonë, gjithë kohën në aksion, kemi pas kujdes mos të mërit e incidentet. Pra me policinë e Kosovës nuk kemi pas asnjë incident, por kemi qenë prezent. Shpejti do të marrim edhe hapa konkret me partit tjera opozitare, me kolegë, me qytetarë, me shoqata, me gjithë qytetarë të organizuar, të paorganizuar, për protestë që jemi së bashku. Haradinaj beson se opozita nuk është për dhunë, njëjtë si AOK. Aleanca është kundër, dhe unë jam kundër. Tani jemi në vendin tonë, janë njerëz tonë, edhe protestues janë qytetarët i vendit, po edhe policia është qytetari ynë, edhe secili tjetër, pra jemi në vendin tonë, janë njerëz tonë. Duhet kemi kujdes, jemi të interesuar që mos ndodhin incidentet, mos ketë dhunë. Kreu i AOK-s thotë se nëpërmjet protestave mund të ndalohen këto të këqija që po i ndodhin Kosovës. Është një situatë shumë më serioze tash. Ka një sensibilizim dhe ka një interesim të madh qytetar për këto procese, për këto zhvillime edhe për protestat. Se ne jemi në teren, unë jam në teren vetë, realisht, njerëzit janë të interesuar me ndalë këtë gjendje. Pra, ajo që njerëzit janë shqetësuar, është shkalla e lartë e korrupsionit dhe mungesa e investimeve në ekonomi, një gjendje e rëndë ekonomike e rëndume, papunësi, situatë e rëndë sociale. Pastaj janë edhe elementet e damshme të marrëveshjeve të fundit. Plot elemente i shkaktojnë humbje Kosovës. Jo pat me polisat, me kalimin e kufirit në Serbi, ne paguajmë 2 herë as paguajnë fare, ose ka elemente të tilla humbse plot, pra qytetarët janë të interesuar me i thonë stop kësaj gjendje. Për Haradinajn, kjo qeveri, duke pas parasysh mënyrën e qeverisjes dhe sjelljes që po bën kohëve të fundit, jo vetëm që nuk do e çojë mandatin deri në fund, por të shtyn të kuptosh se qysh tani ka marrë fund.